Ura e mbrostarit mbi Lumë Sema në hyrje të qytetit të Fierit është dëmtuar në pjesën më të madhe të saj, duke bërë gjithnjë e më të rrezikshme kalimin e automjeteve. Prej kohësh është dëmtuar në masë të madhe duke bërë gjithnjë e më të rrezikshëm kalimin, ndërkohë që fluksi i trafikut, i cili rritet ndjeshëm, shtonte mundësitë për aksidente, ndërsa autoritetet nuk ndërhyjnë. Hapësirat mes trarëve lidhës që janë zgjeruar, çerniera të cilat shërbejnë për eliminimin e tronditjeve dhe lidhjen e trarëve janë dëmtuar dhe tregojnë se mirëmbajtja e urës prej kohësh mungon. Ndërkohë problem tjetër është dhe dëmtimi i pajisjeve mbrojtëse metalike anësore, që shton mungesën e kushteve të sigurisë për kalimin e këmbësorëve. Janë dy urat në lidhje qytetit të Fierit nga mbrostari, që lidhin qytetin me autostradën, janë përveç se të dëmtuara, po edhe të rrezikshme. Hapësirat mes trarëve të urës të dëmtuara krijon probleme në automjetet. Madje edhe bën shkak për aksidente. Prej kohësh kjo gjendje është ka rënduar situatën, ndërkohë që nuk ndërhyjet as nga ndërmarrja e rregullimit të rrugëve rajonale për qarkun e Fierit, por as edhe nga autoriteti rrugor shqiptar, i cili e ka në përgjegjësi të drejtë për drejtë këtë rrugë të segment rrugor. Ura e parë mbi Lumin Seman prej vitesh i ka dëmtuar gjithë hapësirat mes trarëve, ndërkohë që çernierët, ashtu siç quhen hapësirat midis tyre, nuk janë të rregulluara nga autoritetet, edhe pse e njohin shumë mirë situatën. Ka urën përballë bashkisë, edhe këshill bashkiash ngritur disa herë problemi dhe ambulancat bile ngriti këshilltari që është doktor të mbledhjen e fundit dhe që po shkatron ambulancat ato që kalojnë aty. Ajo ka 2 mandate që ri ashtu ajo urë atje. Ai është një objekt tjetër që ne do ta shikojmë në afër, beso. Po, patjetër. Funksioni që ka është mbi Lumin Seman, aty rreziku është edhe më i madh. Në fakt, pasi ka shumë ndarje mes trarëve dhe ato që ne i quajmë çerniera vazhdojnë të shkatrojnë automjetet, po edhe të friksojnë drejtues të mjeteve. Po, duke devijuar rrugën ai, fillon të bëhet aksident. Po, bëhet durim aksidenti. Vetë drejtuesit e automjeteve shprehen të shqetësuar për gjendjen e urës dhe thonë se automjetet vetëm sapo u dëmtohen. Te urën e dëmtuar, që rrezikon. Ka 2 vjet, i bë makinat copa. Dhe nuk e kthen në shërbime. Ore nuk paguaj me taksa as 100 dark. Po të dënone. Letë më fushi në burg. Më ka vjedhur 30 vjet. Për këtë kemi dalë. Po, tu është dëmtuar për këta çaj kokë. Ka dhënë jetën një kocë tu. Makina deshra lumë, nuk e çani një kokë këtë. E të fjallë e ti si mi është i taksisi. Se ti e ndje për dita këtë rrugën. Për televizion Apollon. Dropa në urë dëmtojt. Po, dëmtojnë shumë pilet. Amortizime. E gjeni e keqe? Po, shumë. Qa thiri e bënë pushtetit? Thirrja, të bënë. Nësë rritë këtë. Qa mendimi keni për rrugën? Qa rrugë do bërare? Bëjë dhe që nash kjo makina. Ka shumë kohë kjo punë. Po, ka 3-4 vjetra se qajnë kohën para do të bëjë. Ja, kjo është situata. Në fakt, pam dhe reagimi qytetar, ata që janë qytetar të vërtet në kuptimin e ides për të folur dhe për të kërkuar zgjedhjen e problemeve, dhe diskutuar ashtu siç është me objektivitet, madje njallën edhe atë frymën e vetë për e të tjerë mosbesimit për ndërhyrjen e institucioneve dhe autoriteteve lokale, pasi sipas pjesë më të madhe të tyre që paguajnë taksa nuk ofrojnë shërbime nga pushteti lokal, po edhe nga institucionet qendrore të pushtetit. Ura e mbrostarit mbi Lumin Seman është mënyra më e shkurtër për të hyrë dhe të dalë nga qyteti i Fierit, por edhe për të përshkruar autostradën drejt Tiranës.